Zgjedhur deputat për herë të parë, me qenë se ndër deklarimet e tyre kanë shprehur një gjë të tillë, shkurtimisht do të provojmë të marrim edhe një opinion nga deputetët nga minoritetet i Shumicës. Nderuar, sot është tentimi 32, 2 muaj prej seancës parë konstituive. Çka duhet më ndrru përmes tutje? Na vazhdojmë derisa me votojmë. A do të merrni pjesë në konsultimet ose a përkrahni partinë, qeverinë e partive opozitare që kanë qenë deri dia opozitare? Mimli Krasniqi ka thënë që mund të sigurojë edhe votat e komuniteteve ju Shumicë. Jo, a përkrahni? Nuk besoj, jo. As me plotësim të kushteve? Jo. Pra, është me Emilia Xhepin, deputetën nga komuniteti bosnjak, e cila pra edhe një herë theksoi qëndrimin që është pro kandidaturës Albin Haxhiut, teksa dua të rikthehem tek pyetja jote Besnik, nëse është pritur se nga ana ime ashtu edhe kolegëve tjerë që të jenë pra 32 herë tentimet e tilla, sigurisht që në asnjë variant nuk është parapar një skenari i tillë, pavarësisht që ne patëm paralajmëruar para se të nisë edhe seanca konstituive, në atë kohë që me rregulloren e re do duhet që të thirrej pra seanca çdo 48 orë, seanca konstituive, mirë po në asnjë rast nuk kemi pritur që do të jetë një bllokadë e tillë, që do të ketë pozicione të tilla dhe situatë të tillë. Në këtë rast edhe ligjvënësit pra duket se janë lodhur në këtë 2 mujor, me qenë se sot kur kanë ardhur për të hyrë në kuvend, janë dalur dhe kanë folur edhe me neve gazetare, duke thënë që ata nuk e kanë të pamundur që të mos vinë në seancë dhe kanë obligative, mirë po pse edhe ne po vazhdojmë që të vijmë, duke insistuar në atë që janë dukur pra të lodhur me ardhjet e çdo dydeshme, mirë po sigurisht